pjesë të makinave, goma dhe mbetjet inerte vazhdojnë të angulfasin Tetovën. Edhe pse komuna ka caktuar një vend të posaçëm për këto mbeturina, qytetarët të papërgjegjshëm vazhdojnë t'i hedhin rreth kontejnerëve në qytet. Shqetësim janë edhe deponitë e egra. Kjo gjendje i revolton qytetarët. Duhet të kenë pak më tepër angazhim, se nuk shoqë. Fukin ka nuk bërloqet, askush s'është i gatshëm t'i afrojë. Uopšte neće. Redovno se diga, đubrato od kontinjeri, međutim ima nesovjesni što mnogo otpad šutvrlja oko kontinjerit. Inače redovno čista. A gradot kao grad neće se. Përgjithësi jo, se ka të shkojnë bërlloket për udhe, nuk është e në rregull. Krahasim me vendet tjera. Nuk mendoj se është shumë i pastër, mos thom jo i pastër. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami thotë se komuna mbeturinat inerte i grumbullon pa pagesë, por qytetarët përsëri hedhin jashtë koshave të mbeturinave. Ne vazhdojmë të kemi një dukuri jo të këndshme nëpër qytet, veçanërisht pranë kontejnerëve ku qytetarët hedhin çdo lloj të mbeturinave. I përkujtoj edhe një herë qytetarët që Komuna e Tetovës me vendim të Këshillit, gjitha mbeturinat jashtë atyre komunale të përditshme vinë deri në shtëpi ju a merr pa asnjë pagesë. Edhe nga NPK Tetova paralajmërojnë sanksione për ata që vazhdojnë të hedhin materiale të ndryshme në vend jo adekuat. Kemi edhe qytetarë të pandërgjegjshëm, të cilët i hudhin rreth kontejnerëve, ku neve na paraqesën si problem shtesë. Mirëpo do kisha bërë një apel të qytetarët se do ketë një inspektim nga ana e inspektorëve komunal, do të bëhen fotografime dhe do të kenë padi penale ato të cilët do të takohen duke hudhur mbeturina inerte. Në Tetov, për pastrimin e kontejnerëve në qytet është angazhuar kompania Saubermacher, e cila i mbledh edhe mbeturinat në përshtëpi, por pastrimin e mbetjeve përreth kontejnerëve në qytet e bën ndërmarrja komunale.